O ju vllasit e mi, vallahi billahi, sa do mëkate që të jenë të mëdhaja, rahmeti Zotit xhallahu ala është edhe më i madh. Kush më del kashik rahmetit Allahut subhanahu wa taala. Andaj dëgjoni këtë hadith për gëzues, për haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot se Allahu xhallahu ala ka thënë në hadith kudsi, ibn Adam, o Allah, o biri Ademit, siç e përmendi hoxha, Allahu na drejtot, o bita Ademit, o unë edhe ty. Ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. O biri Ademit, në qoftë se mëkatet e tua arrin kopën e qiellit, pastaj ti vish mua dhe më kërkosh falje, unë të fal ti dhe se kum gajle. La ilaha illallah. O në qoftë se mëkatet e tua arrin kopën e qiellit deri në qiell, fullbe me gjinafe, s'ke lanë be gjë pa e bë. Dëm njerëzve, zullum, padrejtësi, kjo dhe ajo, pastaj vish dhe më kërkosh falje, vetëm se do të më gjesh mua shumë falës. Ibn Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. O bita Ademit, në qoftë se do të më vini në ditën e Kiametit me mëkate sa është rrafshina e tokës, pastaj do të më vish në atë ditë Kiameti me besimin në Allahun, unë do të viti me paq falje dhe mëshirë dhe nuk e kom gajle. Allahu akbaru kebira.